Jam roje nate në Vareza. Nuk është punë që e zgjedh për qetësi, por për heshtje. Nata këtu ka një peshë tjetër. Çdo hap tingëllon si faj, çdo frym si lutje e harruar. Ajo natë filloi si të gjitha të tjerat. Hena ishte e zbet, era lëviste, qirinj të shuar dhe gjethet përshëllenin mes varreve. Rreth mesnatës bëja xhiron time të zakonshme duke kontrolluar portën, kamerat dhe rreshtat e varreve të reja. Pastaj e pash. Në sektorin e fundit, aty ku varrosen ata pa shumë njerëz, toka ishte çarr, jo shumë. Sa për ta vënë re. Një vije erët mbi dheun e freskët. U afrova, duke menduar se ishte ndonjë kafsh ose ndoshta shiu i ditëve të fundit, por atëherë toka u lëviz. Nuk ishte rrëshqitje, ishte si frymarrje, dhe pastaj me një zhurmë të mbytur dhe u çel. Kapaku i varrit u shty nga brenda, ngadalë si të kishte kohë, si të dinte që po e shikoja. U ngula në vend. Drita e elektrikës sime dridhej. Nga errësira, brenda varrit doli një dorë, jo skelet, jo e kalbur, dorë njeriu, e zbet, me thonjë të mbushur me dhe një zë doli pasaj, i ulët, i lodhur. Mos ik. Gjunjët më tradhtuan, nuk bërtita, nuk vrapova, sepse zëri nuk ishte kërcënim, kishte frikë. Ai që doli nga varri nuk ishte i vdekur, ishte varrosur gabim. I dehur më vonë mora vesh, mjekët kishin gabuar, një zemër që rrihte dobët, një frym që nuk u ndje, një gabim që pothuaj u kthye në varr të përhershëm. E ndihmova të dilte, e mbështolla me xhaketën time, i thira ambulancës me duar që më dridheshin. Ai më shikonte si të isha gjëja e fundit që ishte me botën. Kur erdhën të tjerët, gjithçka u bë shumë sirena, pyetje, drita, po për mua nata kishte ndryshuar përgjithmonë, sepse tani e di diçka që të tjerët nuk e dinë. Varrezat nuk janë vetëm për të vdekurit, janë për gabimet e të gjallëve. Dhe çdo natë kur kaloj pranë atij vendi, toka më duket sikur më vështron, sikur pret, jo për të dalë dikush tjetër, por për të më kujtuar sa e hollë është vija mes frymës dhe dheut, dhe sa lehtë mund të mbyllet mbi ne.